Mi bëri vetullat si fije peri. Vjen klientja në studio dhe kishte lënë takimin për laminimin e vetullave. Vetullat e saj ishin yll dhe po ja thonim 100 herë. Kur një moment po shikonte telefonin dhe na tregoi një foto të saj ku i kishte pasur vetullat e trasha sa një fije peri. Ja, tha, kështu më dukeshin vetullat para ca vite. Dhe nuk e keni iden sa çuditshëm duke. Njeri tjetër totalisht. Dhe po na tregonte se vajza duke shumë e vogël, po ishte 42 vjeçe dhe më përpara kur ishin trend vetullat e holla, ajo kishte vendosur ti hiqte dhe ti bënte sa një fije peri. Kishte shkuar te një parukeri te lagja dhe ajo ja kishte hequr me sheqer. Nëse nuk gaboj, na tha se parukieria diqte sheqerin dhe e përdorte si dyll. Dhe normalisht nuk mund të ishte precize gjatë heqjes. Dhe kështu kur kishte hequr vetullën, kishin ngelur gjithë ato hapësira boshe se normalisht me sheqerin nuk mund të ishte 100% eksakte. Pasi mbarova tha po fluturoja nga gëzimi se e kisha bërë dhe pa lejen e mamit, pastaj tha pash të gjithë hapësirat që kishin ngelur në vetull. Ama tha ju vura punës në 2024 kisha vendosur qëllim vetes të rrisja vetullat dhe brenda një viti kishte pasur super rezultat. Kishte bërë 5 herë laminim vetullën gjatë gjithë vitit, kishte përdorur vajra, nuk e kishte pastruar gati fare vetullën, që në këtë mënyrë të rriteshin sa më shumë fije. Dhe kur i përfunduam, laminimi doli po aq yll. I shkonte pafund dhe sigurisht si gjithmonë historia nuk është për vajzën në video, por te vajza këtu mund shikoni se si duket një laminim super natyral. Shikoni fillimin e videos, shikoni tani se si duket në përfundim dhe do kuptoni që është një ndryshim super natyral. E vetmja gjë që do dalloni kur të shikoni rezultatin në fund të klientja do jetë vetëm pjesa e tërheqjes në zonën e syve.